A e ke ditur se ka njerëz që mbajnë brenda vetes një dhunti shpirtërore, pa pasur fare dijeni për të? Njerëz krejtësisht të zakonshëm, me profesione normale, me jetë që duken të zakonshme dhe megjithatë, ata mbajnë diçka brenda tyre që i dallon nga të tjerët. Diçka që i mban të rinj, ndërsa të tjerët vyshken. Nuk është ndonjë krem mrekullie, as ndonjë dietë, as gjenetik, është një kod i fshehur në mënyrën se si janë në këtë botë. Një energji që i rrethon, që i mbron, që i rigjeneron nga brenda. Dhe gjëja më e frikshme është as ata vetë nuk e dinë, e mbajnë në heshtje, në vështrimin e tyre, në shpirtin e tyre. Sot do të zbulosh pse ata njerëz që nuk plaken dukshëm, që ruajnë një shkëlqim të pashpjegueshëm, janë të lidhur me një dhunti shpirtërore të vjetër, të thellë dhe shumë reale. Një dhunti që ndoshta gjendet edhe te ti. Do të shkojmë në thellësi, do ta heqim sipërfaqen dhe do të hapim një derë për të cilën shumica as nuk e dinë që ekziston. Por sapo të kalosh nëpër të, nuk ka më kthim mbrapa. Kjo nuk është përrall, as teori e bukur, është diçka reale që pulson në hijen e përditshmërisë, dhe kur ta kuptosh, do të fillosh të shohësh disa njerëz me sy ndryshe, ndoshta edhe veten tënde. Nëse qëndron deri në fund, do të kuptosh pse ka njerëz që duken të rinj nga jashtë, por në të vërtetë mbajnë brenda vetes diçka shumë më të fuqishme se sa një sekret bukurie. A i ke vënë re ndonjëherë ata njerëz që thjesht nuk duket se plaken? Nuk e kam fjalën vetëm për rrudhat. Ka më shumë një energji që nuk shteron, një vështrim që nuk zbehet. Nuk janë të famshëm, as guru, as influencer. Janë njerëz krejtësisht normal, shpesh shumë të tërhequr, që ecin nëpër jetë sikur koha nuk ka fuqi mbi ta. Dhe ja ku vjen ajo që rrallkush guxon ta thotë këta njerëz mbajnë brenda vetes një dhunti shpirtërore, një që vepron në heshtje, një për të cilën as vetë nuk janë të vetëdijshëm dhe megjithatë ajo ekziston, dhe është reale. Kjo dhunti nuk mund të blihet, nuk mund të mësohet, nuk mund të trashëgohet përmes gjakut. Ajo shfaqet te njerëz jashtëzakonisht të ndjeshëm që kanë arritur në mënyrën e tyre të mbijetojnë në këtë botë pa e humbur ndjeshmërinë e tyre. Ata janë si antena njerëzore, ndjejnë gjëra që të tjerët nuk i vërejnë, kuptojnë atë që nuk thuhet, e ndjejnë tensionin në një dhomë, edhe pa folur askush. Qysh fëmijë janë cilësuar si të çuditshëm, shumë intensiv, ëndërrimtar apo edhe problematik. Por në realitet, ata ishin thjesht ndryshe. Jo më të mirë, as më të këqij, vetëm të sinkronizuar në një frekuencë që shumica e kanë harruar. Dhe pikërisht ajo frekuencë është qelësi. Ne jetojmë në një botë që shpërblen shkëputjen emocionale, që feston ata që e forcojnë shpirtin e tyre për të mos u thyer, që na mëson që në moshë të vogël të mos ndjejmë, të injorojmë intuitën, të fshehim ndjeshmërinë. Por ka njerëz që nuk mundën ose nuk deshën ta bënin këtë. Dhe edhe pse kjo shpesh solli dhimbje, frikë dhe refuzim, ata u lidhen me diçka që pjesa tjetër e njerëzve e ka humbur, një fuqi shpirtërore të thellë. Kjo fuqi nuk shihet por ndjehet, në mënyrën si ecin, në vështrimin e tyre, në ndjesinë që zgjojnë tek ti, pa thënë asnjë fjalë. Më e mahnitshmja është se kjo dhunti funksionon si një eliksir i padukshëm. U jep atyre një forcë jetësore që nuk plaket. Kjo nuk do të thotë se ata nuk kanë probleme apo dhimbje, por energjia e tyre nuk thyet, shpirti i tyre nuk ndryshket, dhe kjo duket edhe pa kremra të shtrenjtë, ushqim perfekt, yoga apo tërheqje shpirtërore. Ka diçka në ta që mbetet një lidhje aktive me të padukshmen. Dhe pikërisht kjo i mban të rinj. Pse nuk e din? Sepse gjithë jetën janë ndjerë si shumë emocional, shumë të ndjeshëm, shumë të ndryshëm. Sistemi nuk u ka dhënë mjete për të kuptuar çfarë po u ndodhte. Shumë prej tyre janë rritur me pasiguri, ndihen të papërshtatshëm. Disa janë tërhequr, të tjerë janë përpjekur të rregullojnë veten. Kanë kërkuar terapist, libra, metoda. Pa e ditur se ndrysheqenia e tyre nuk ishte një gabim, por një shenjë. Një tregues i qartë se ata janë të lidhur me një nivel tjetër. Një nivel ku energjia nuk shterohet, ku e padukshmja është më reale se e dukshmja.
Sekreti i kësaj dhuntie nuk qëndron në atë që bën, por në mënyrën si je. Këta njerëz nuk kanë nevojë të përpiqen të jenë të pranishëm, ata thjesht janë. Janë të vetëdijshëm, edhe kur nuk flasin për këtë. Jetojnë nga thellësia, jo nga sipërfaqja. Nuk luajnë role. Janë vetvetja me gjithçka që përfshin kjo e mira, e pakëndshmja, kaosi. Dhe kjo autenticitet i afron me burimin e tyre. Një burim që rinon, sepse falsiteti të plak, shkëputja të than, por përputhshmëria me veten të ushqen, të forcon, të mbron. Dhe tani vjen diçka vendimtare, këta njerëz i tërheqin shumë të tjerët pa e kërkuar. Jo për shkak të pamjes, por për shkak të energjisë. Janë ata njerëz me të cilët thjesht do të flasësh, pa ditur pse. Të qetësojnë, të frymëzojnë, të sfidojnë. Ndonjëherë edhe të shqetësojnë, sepse nuk kupton si mund të jetë dikush kaq në paqe me veten, kaq autentik, kaq ndryshe. Dhe kjo nuk është fat, as karizëm. Është energji shpirtërore e pastruar. Jo sepse kam punuar me vetdije për këtë, por sepse jeta i ka detyruar me goditje ose me djegje të ngadaltë të heqin dorë nga ajo që nuk ishin. Dhe ajo që mbetet është pastërtia. Jo për sosmëria, por pastërtia. Dhe kjo ndjehet. Më e vështira është se këta njerëz shpesh ende nuk e din kush janë në të vërtetë. Nuk janë të vetëdijshëm për energjinë e tyre. Nuk kuptojnë pse njerëzit u besojnë gjëra, pse frymëzojnë besim menjëherë, pse disa i duan dhe të tjerët i refuzojnë pa arsye. Din vetëm që janë ndryshe, që kur nuk janë përshtatur plotësisht, që koha kalon, por ata nuk ndryshojnë si të tjerët. Dhe kjo ndryshueshmëri sado e dhimbshme është edhe forca e tyre. Sepse këtu qëndron e vërteta e pakëndshme, ajo që na bën të plakemi nuk është vetëm koha, është shkëputja. Është braktisja e asaj që jemi në të vërtetë. Është tradhtia e përditshme ndaj qenies son. Sa herë që shtiresh, sa herë që mohon veten, sa herë që shitesh, plakesh, jo trupi yt, shpirti yt, dhe kur shpirti vyshket, trupi e ndjek. Por ata që mbajnë shpirtin e tyre të gjallë, edhe kur nuk e dinë si, edhe kur ndihen të humbur, ndonjëherë ata nuk plaken në të njëjtën mënyrë. Sepse ata janë të lidhur me një energji që nuk njeh orare apo kalendar. Një energji që i mban, i pastron dhe i mban në vibracion, ndërsa bota shembet. Dhe tani që ti e di këtë, pyetja është shumë e thjeshtë, po sikur ta kesh edhe ti këtë dhunti? Po sikur ajo të ketë qenë gjithmonë brenda teje, por ti nuk ke guxuar kur ta pranosh? Nëse ndonjëherë e ke ndier se nuk i përkisje, se ndjeje shumë, se kuptoi gjëra që të tjerët nuk i shihnin, nëse jeton me një intensitet që ndonjëherë mezi e kontrollon. Ndoshta ti nuk je i thyer, ndoshta ti je i zgjuar. Dhe nëse je i zgjuar, mund të aktivizosh këtë dhunti. Mund të fillosh të jetosh nga kjo energji, nga energjia jote e vërtetë, nga shpirti yt i gjallë. Dhe gjëja më e fuqishme është kur kjo ndodh, trupi të ndjek, sepse trupi, në fund të fundit, është vetëm pasqyrë e asaj që ndodh brenda. Në pjesën tjetër do të shkojmë edhe më thellë. Do të eksplorojmë se si aktivizohet kjo dhunti, si bllokohet dhe pse kaq shumë njerëz e humbin atë, pa e kuptuar. Sepse të kesh diçka është një gjë, ta ruash është një tjetër. Përgatitu. Ajo që po vjen do të prek pjesë të tua që nuk e dije se ekzistonin. Nëse ke lexuar deri këtu, tashmë e di se ajo rinja e çuditshme që e sheh te disa njerëz nuk është rastësi, nuk është gjenetik, nuk është makijazh, nuk është fat, është energji, është një vibracion i brendshëm që vjen nga një burim shpirtëror dhe shfaqet në tru. Por tani vjen gjëja më e rëndësishme, si aktivizohet kjo dhunti, pse disa njerëz zgjohen me të dhe të tjerët e humbin përgjithmonë. Këtu fillon pjesa më e ndershme e këtij udhëtimi, sepse kjo dhunti nuk shfaqet me magji. Ajo nuk ndizet thjesht, ajo ndizet ose fiket varësisht se si jeton ti brenda vetes. Dhe shpesh jeti vet ai që e saboton pa e ditur. Gjithçka fillon me të ashtu quajturën thyrje origjinale, zakonisht në fëmijëri, një dhimbje, një refuzim, një tradhti, një humbje. Diçka që të trondit aq shumë, sa që shpirti yt hap syt më herët se të tjerët.
ndërsa të tjerët ende luajnë, ti tashmë ndjen se bota nuk është aq e sigurt sa duket. Dhe aty lind një pyetje e heshtur: pse ndjej kaq shumë? Pse më prek kjo mua dhe jo të tjerët? Kjo ndjeshmëri që duket si dobësi, në të vërtetë është shenja e parë e dhuntisë. Është pragu, pikënisja, por askush nuk ta shpjegon kështu. Të mësojnë se ka diçka që nuk shkon me ty. Dhe kështu fillon faza e përshtatjes. Ti përshtatesh, e formëson veten, përpiqesh të përfshihesh, e zbe intuitën, i mban ndjenjat brenda, mëson të mos thuash çfarë ndjen. Dhe sa herë që e bën këtë, sa herë që shtyp një pjesë të së vërtetës tënde për t'u pranuar, ti e varros dhuntin. E bllokon energjinë që të mbante të lidhur. Dhe po, ndoshta kështu mbijeton për vite, ndoshta edhe dekada, por diçka brenda teje fillon të shuhet. Jo trupi, shpirti. Dhe kjo bëhet e dukshme herët avon, sepse kjo dhunti është si një zjarr i brendshëm. Nuk mund ta shkatërosh, por mund ta mbyllësh. Mund ta futësh në një kafaz prej frike, maskash, gënjeshtrash dhe pritshmërish të jashtme. Mund ta mbish me zhurmë, ekrane, marrëdhënie boshe, por zjarri mbetet. Dhe gjëja më brutale, sa më shumë që e injoron, aq më shumë të dhem. Sepse shpirti nuk duron burg, ai dërgon sinjale ankth, pagjumësi, mungesë motivimi, lodhje pa shkak. Nuk është trupi që dështon, është energjia jote që kërkon të dalë. Këtu vjen një pikë vendimtare që askush nuk ta thotë: dhuntia nuk aktivizohet duke ndjekur dritën. Ajo aktivizohet duke kaluar nëpër errësirën tënde. Nuk ka të bëjë me të menduarit pozitiv, me përsëritjen e frazave të bukura apo me ngritjen e vibracionit, siç thon tregtarët ezoterik. Ka të bëjë me të parit e vetes pa filtra, me përballjen me atë që ke mohuar në veten tënde: zemërimin, frikërat, trishtimin, inatin, pjesët e thyera. Sepse të gjitha këto sado të dhimbshme janë të vërteta, dhe dhuntia zgjohet vetëm në të vërtetën. Kur në të rremën, kur në pozë. Procesi i aktivizimit është i egër, nuk është i rehatshëm, as glamuros, është një shembje e brendshme, është lënia e të gjitha versioneve të vetes që ke krijuar për të mbijetuar dhe rikthimi te rrënja jote, ajo pjesë brenda teje që ende jeton, edhe pse e ke harruar. Dhe kur e prek atë, diçka nis të ndriçoj. Jo menjëherë, jo si rrufe mistike, më shumë si heshturazi, butësisht. Është sikur një pjesë e jotja fillon të marrë frymë sërish, sikur të rikthehet një lidhje e humbur me diçka më të madhe, më të mençur. Dhe kjo lidhje fillon të shfaqet jashtë. Vështrimi yt ndryshon, energjia jote ndryshon, fjalët e tua mbajnë një forcë tjetër. Nuk ke më nevojë të impresionosh askën, nuk ke më nevojë të provosh asgjë. Thjesht je, dhe kjo mjafton. Pastaj njerëzit të thonë gjëra si: dukesh ndryshe, nuk e di çfarë është, por rrezaton qetësi, dukesh më i ri. Ata nuk e kuptojnë, nuk mund ta shpjegojnë, por e ndjejnë, sepse ajo që shohin nuk është lëkura jote, është energjia jote e riorganizuar. Është shpirti yt i rizgjuar që ndriçon përmes trupit tënd. Por ja ku vjen kthesa e vështirë: kjo dhunti, sapo të aktivizohet, ka nevojë për kujdes. Nuk është e përjetshme në vetvete. Është si një muskull, nëse nuk e përdor, dobësohet. Nëse e tradhton, shuhet. Dhe tradhtia më e madhe është të fillosh përsëri të luash rol, të përpiqesh të përfshihesh, të bësh atë që të tjerët presin prej teje. Pikërisht për këtë arsye, shumë njerëz që dikur e kishin këtë dhunti e humbasin sërish, sepse jeta i shtyn përsëri në sipërfaqësi, në duhet, në frikë, dhe nëse nuk je i zgjuar, ajo të merret përsëri, jo me forcë, por me rutinë, me pritshmëri, me role, me kështu është jeta, dhe ti as që e vëren. Çelësi për të ruajtur dhuntin qëndron në një fjalë: koherencë, jo me atë që thot bota, por me atë që ndjen ti. Çdo herë që zgjedh atë që të ndes nga brenda, edhe nëse të tjerët nuk e kuptojnë, ti ushqen zjarrin. Çdo herë që ndjek intuitën tënde dhe nuk e mbyt, ti forcon kanalin. Çdo herë që thua të vërtetën, edhe kur është e pakëndshme, ti pastron energjinë tënde.
dhe kjo manifestohet në fuqi jetësore, në prani, në rinim që nuk ka të bëjë fare me moshën, sepse trupi gjithmonë ndjek të vërtetën e brendshme. Duhet të flasim edhe për trupin si vendbanim I dhuntisë. Nuk bëhet fjalë për një trup perfekt, estetik apo sportiv. Bëhet fjalë për një trup të banuar, të ndier, të dëgjuar. Trupi është altari ku manifestohet energjia shpirtërore. Nëse ti e injoron, e përçmon apo e ndëshkon dhuntia nuk mund të rrjedhë. Për këtë arsye, njerëzit që ruajnë dhuntin shpesh kanë një marrëdhënie të ndryshme me trupin e tyre. Ata nuk e përdorin as si mburoj, as si armë. Ata e përdorin si kanal. Dhe kjo duket. Lëvizin ndryshe, flasin ndryshe, janë të pranishëm. Dhe kjo rinon, sepse atje ku ka prani të vërtet ka jetë. Dhe së fundi ka një detaj brutal që nuk duhet ta injorojmë: dhuntia nuk kërkon mirënjohje. Nuk ka nevojë të vërtetohet. Përkundrazi nganjëherë preferon të qëndrojë e fshehur, sepse sa më e dukshme të jetë, aq më shumë rrezikon të ndotet. Për këtë arsye, shumë nga ata që mbajnë këtë dhunti në vetvete shpesh mbeten të pavërejtur. Janë të heshtur, të thellë. Nuk kanë nevojë për duartrokitje nga bota. Gjithçka që u duhet është përputhja e brendshme me veten. Dhe pikërisht kjo besnikëri e brendshme është forca e tyre dhe sekreti I tyre. Në pjesën tjetër do të zbulojmë një shtresë edhe më të fshehur, shenjat konkrete që tregojnë se edhe ti mund ta kesh këtë dhunti brenda vetes pa e ditur. Si manifestohet në jetën tënde të përditshme, në trupin tënd, në marrëdhëniet e tua, madje edhe në ëndrat e tua. Sepse nuk mjafton vetëm të dish që kjo dhunti ekziston. Duhet të mësosh ta lexosh, dhe ti do ta bësh. Sepse, sa po ta kesh një orë nuk do të mundesh ta injorosh më. Tani po hym në një territor më të thellë. Nëse pjesët e mëparshme të kanë lëkundur brenda, atëherë përgatitu, sepse kjo që vjen do të prek edhe më personalisht pjesë të tua të thella. Tashmë e di që ekziston një dhunti shpirtërore që disa njerëz e mbajnë brenda tyre pa e ditur. Ke kuptuar se nuk bëhet fjalë për besim apo ezoterizëm të zbrazët, por për një energji reale, të prekshme, që ndikon drejt për drejt se si një njeri plaket ose jo. Ajo që vjen tani është ajo që shumë e kërkojnë, por vetëm pak e njohin shenjat konkrete, tiparet e heshtura që tregojnë se ndoshta pa e ditur je edhe ti bartës I kësaj dhuntie. Dhe kur ti njohësh, asgjë nuk do të jetë më si më parë. Shenja e parë është e ndjeshme, por e fuqishme gjithmonë ke ndjerë se je ndryshe. Jo sepse mendon se je më I mirë përkundrazi. Është më shumë një ndjenjë e huajsisë në botë, si të dukej se ajo që të gjithë e pranojnë si normale, për ty gjithmonë ka qenë artificiale, e mërzitshme apo edhe e gabuar. Kur ishe fëmijë, nuk kuptoje pse disa gjëra të lëndonin kaq shumë, pse fjalët, shikimet, emocionet të prekën kaq thellë. Ndërsa fëmijët e tjerë qeshnin dhe luanin pa shqetësim, ti ndjeje gjëra që nuk dihet I shpjegoje. E ndjeje tensionin në shtëpi që askush nuk e shprehte. I ndjeje emocionet e të rriturve që përpiqeshin t'i fshinin. Kjo hipersensibilitet nuk ishte problem, ishte manifestimi I parë I dhuntisë sate. Një tjetër shenjë e qartë është se energjia jote nuk përputhet kudo. Ka ambiente ku ndihesh I shtëruar edhe nëse fizikisht nuk ke bërë asgjë. Njerëz që të lodhin për 5 minuta. Vende që të japin dridhje pa ndonjë arsye të qartë. Por edhe e kundërta, vende ku ndihesh menjëherë mirë. Hapësira që ndihen sikur të përqafojnë, edhe nëse je vetëm. Njerëz me të cilët ndjen një lidhje të thellë që në fillim si të ishit njohur prej kohësh. E gjithë kjo nuk është rastësi. Është sistemi yt energjetik që reagon, dhe nëse reagon do të thotë se është aktiv, që është I gjallë. Një nga shenjat më të forta është kjo: njerëzit të afrohen për t'u rrëfyer, të tregojnë gjëra, të rrëfejnë dhimbje që nuk ja kanë thënë askujt, madje edhe të panjohur. Në radhë, në taksi, në një bisedë të rastësishme. Ti nuk e kupton pse, por ata hapen si para një pasqyre ku shohin veten, pa frikë nga gjykimi. Dhe ti, edhe pse nuk je terapist, edhe pse nuk ofron zgjidhje, di të dëgjosh. Në një mënyrë që qetëson, pastron, shëron. Kjo nuk është thjesht empati.
është kanalizim. Je një urë, dhe kjo qoftë se e di apo jo është pjesë e dhuntisë sate. Ka edhe momente kur ndjen sikur e lë trupin, jo si një përvojë mbinatyrore, por më shumë si një largim i shkurtër i vetdijes. Je fizikisht aty, por vetdia jote duket sikur shkon diku tjetër. Ndonjëherë kur je vetëm, ndonjëherë në mes të një bisede pa kuptim. Është sikur një pjesë e jotja të tërhiqet kur situata bëhet shumë sipërfaqësore, si të mbrojë shpirti yt kur ambienti nuk përputhet me frekuencën tënde. Kjo nuk është hutim, është vetëm mbrojtje shpirtërore. Është energjia jote që të ruan nga raskapitja e brendshme. Edhe ëndrat e tua janë një tregues i fortë. Nëse ke ëndra të gjalla, simbolike apo që përsëriten, nëse ëndërron të ndjerët vende që nuk i njeh, ose nëse zgjohesh me ndjenja që nuk mund t'i shpjegosh, atëherë je i lidhur. Shumë njerëz me këtë dhunti marrin informacion gjatë gjumit. Nuk e kontrollojnë vetëdijshëm, nuk e kërkojnë por ndodh. Sepse kur vetëdia është e mbushur, nën vetëdia bëhet kanal aktiv. Dhe gjua e ëndrave shndërrohet në një mjet që të tregon atë që mendja nuk mund ta përpunojë në gjendje zgjuar. Një tjetër shenjë e fuqishme nganjëherë sëmuresh pa ndonjë shpjegim mjekësor të qartë. Dhimbje që lëvizin, lodhje ekstreme, simptoma që vinë dhe shkojnë. Por nëse vëzhgon me kujdes, do të vësh re këto gjendje ndodhin shpesh në situata emocionalisht intensive. Të dhem fyti kur nuk flet diçka të rëndësishme. Ndjen pesh në kraharor kur ndodhesh në një vend ku nuk do të jesh. Të shqetësohet stomaku kur je me dikë që të lëndon në mënyrë të fshehtë. Kjo nuk është somatizim klasik, është ndjeshmëri energjetike. Trupi yt nuk është i prishur, ai po flet me ty. Nëse gjithashtu vëren se humori yt, energjia jote, madje edhe fytyra jote ndryshojnë varësisht me kë je më i lidhur se ç'e mendon. Njerëzit me këtë dhunti thithin dhe pasqyrojnë energjinë si sfungjer. Dhe kjo është një armë me dy teje, sepse nëse nuk ke mësuar si të mbrohesh, e humb fuqinë tënde. Por nëse mëson si ta mbrosh fushën tënde energjetike, mund të ndriçosh më fuqishëm se kur më parë. Për këtë arsye ndodh që pas përfundimit të një marrëdhënieje toksike apo pas largimit nga një ambient i rënd, të dukesh si person tjetër. Dhe kjo nuk është efekt psikologjik, është një ndryshim vibracional. Energjia jote lirohet, dhe kjo duket në fytyrën tënde, në lëkurën tënde, në sytë e tu, dhe ka një shenjë që nuk gënjen kur ke momente të qartësisë së thellë, të cilat nuk mund t'i shpjegosh. Je i qetë, nuk mendon për asgjë të veçantë dhe papritur të godet një e vërtetë. Një siguri që duket sikur vjen nga askund. Një e vërtet që nuk e ke lexuar askund, por e di se është e vërtetë. Kjo është një shkarkim, një lidhje me një burim të mençurisë që nuk vjen nga egoja, as nga intelekti. Ajo vjen nga brenda, nga një nivel që nuk mund të imponohet. Ajo shfaqet vetëm kur je në harmoni, edhe nëse vetëm për një moment. Sigurisht, e gjithë kjo ka çmimin e vet, sepse kjo dhunti ndonjëherë ndjehet si barë, ndonjëherë dhem, ndonjëherë të huton, ndonjëherë dëshiron ta fikësh, të u gjesh i padukshëm, të jesh normal, sepse bota nuk është bërë për njerëzit që ndjejnë shumë. Por këtu qëndron sekreti i vërtet, kjo intensitet nuk është armiku yt, është busulla jote. Problemi është se askush nuk të ka mësuar si ta përdorësh. Askush nuk të ka thënë se ndjeshmëria jote është një vegël, jo një mallkim. Dhe për sa kohë që nuk e di këtë, do të vuash. Por sa po ta kuptosh, do të bëhesh zoti i saj. Dhe pastaj ndodh kjo, askush nuk mund ta prek më energjinë tënde pa lejen tënde. Ndaj shiko me kujdes. Kujtoje si ishe kur ishe fëmijë. Mendo si reagove ndaj njerëzve, vendeve, emocioneve. E gjen veten në këto shenja? Ndjen që kjo nuk është rastësi? Atëherë dëgjo me kujdes, ti tashmë je i lidhur. Ajo që mungon nuk është zgjimi i dhuntisë, por pranimi i saj. Integrimi, zbatimi. Sepse nëse nuk e përdor, ajo do të kthehet kundër teje. Por nëse e pranon, nëse e bën pjesë tënden, ajo bëhet mburoja jote më e fortë, dhe njëkohësisht burimi yt më i fuqishëm i rinisë, jo si paraqitje e jashtme, por si energji.
si prani, si zjarri i brendshëm që nuk shuhet. Një tjetër armik vdekjeprurës mbi ngarkesa ndijore. Ne jetojmë në një gjendje të vazhdueshme tronditjeje, njoftime, ekrane, zhurmë, opinione, krahasime. Sistemi yt energjetik nëse ke këtë dhunti është shumë më i ndjeshëm se ai i shumicës, dhe kjo do të thotë shumë informacion të çorienton, të shpërndan, të lodh. Je gjithandej dhe askund. Pa pranin nuk ka lidhje, dhe pa lidhje dhuntia fle. Bëhesh reaktiv, nervoz, i ankthshëm. E humb qendrën tënde dhe me të dritën tënde. Edhe marrëdhëniet mund të jenë kurthe vdekjeprurëse. Nëse rrethon veten me njerëz që nuk e respektojnë ndjeshmërinë tënde, që e përçmojnë ose e tallin atë që ndjen, kjo është një nga mënyrat më të heshtura për të vrarë dhuntin. Sepse energjia jo vetëm duhet të ushqehet, por edhe të mbrohet. Dhe nëse ndan intimitetin me njerëz që të fikin, që presin të jesh dikush tjetër, që të manipulojnë ose të thithin fusha jote shpirtërore dobësohet. Nuk ka rëndësi sa mediton apo sa mirë kujdesesh për veten nëse hyn në marrëdhënie që bazohen në mohimin e vetvetes, ti dorëzon fuqinë tënde. Plakesh nga brenda edhe nëse pasqyra ende nuk e tregon. Një tjetër armik që të djeg nga brenda heshtja. Ti gëlltisësh mendimet e tua, ti fshehesh ndjenjat, të mos thuash asgjë nga frika, sepse sa herë që e bën këtë, energjia jote mbyllet, gryka jote bllokohet, zjarri yt i brendshëm shtypet, dhe kjo e përsëritur mijëra herë ta rrëmben vitalitetin. Njerëzit që e mbajnë dhuntin e tyre të gjallë nuk janë ata që duken gjithmonë të fortë, janë ata që shprehen, që nuk e tradhtojnë veten, që i lejojnë vetes të qajnë, të bërtasin, të thonë jo. Trupi ka nevojë për një valvul shkarkimi. Nëse ndjenjat e tua nuk gjejnë dalje, kalben brenda, dhe kjo të plak vërtet. Edhe ushqimi energjetik ka rëndësi, jo në kuptimin e ndonjë diete mrekullie, por në nivel emocional çfarë konsumon çdo ditë, çfarë bisedash bën, çfarë shikon, çfarë lexon, me çfarë e ushqen mendjen. Nëse kalon orë të tëra duke ushqyer me urrëtie, thashë theme ose propagandë frike, frekuenca jote bie. Dhe dhuntia nuk mund të funksionojë në një frekuencë të ulët. Është sikur përpiqesh të rritësh një lule mbi një pleherishte. Nuk ka rëndësi sa dritë mban brenda nëse ushqehesh me mbeturina emocionale, energjia jote do të vuajë. Një tjetër armik edhe më t'i nxarr presioni i brendshëm. Jeta në modalitetin duhet të isha, nuk jam mjaftueshëm. Ai zë i brendshëm që të shtyn drejt përsosmërisë, që të krahason, që të shtyn deri në lodhje në emër të suksesit apo perfeksionit. Kjo e shkatëron dhuntin, sepse ajo ka nevojë për hapësirë, kohë, pushime. Ajo nuk mund të lulëzojë në kalendar të mbushur, nuk mund të marrë frymë nëse je i ngujuar në pritshmëri që nuk janë të tua. Dhe pa frymëmarrje të brendshme, nuk ka energji që zgjat. Dhe pastaj janë frikrat që ke trashëguar. Nuk janë të tuat, por ti mbarth. Besime që i ke thithur pa i vënë në dyshim të ndjesh është dobësi. Pa vuajtje nuk vlen. Më mirë hesht se sa të shqetësosh. Së pari të tjerët, pastaj ti. Të gjitha këto programe të padukshme të largojnë nga vetvetja jote e vërtetë. Sepse dhuntia shpirtërore nuk ndjek rregulla të tilla. Ajo nuk njeh faj, as sakrificë të pakuptim. Ajo mund të zhvillohet vetëm kur çlirohesh nga ato që të mësuan për të mbijetuar, por jo për të jetuar me të vërtetë. Dhe një nga armiqt më të pamëshirshëm, mungesa e kontaktit me natyrën. Duket e thjesht, por është thelbësore. Njerëzit që mbajnë këtë lloj energjie kanë nevojë për lidhje me elementet natyror. Ujë, tokë, qiell, pemë, jo si një shëtitje, si një ilaç. Nëse energjia jote është aktive, por kalon shumë kohë në ambiente artificiale, në ndritë të ftohtë, në asfalt, në beton dhe përballë ekraneve, do të dobësohesh. Fusha jote energjetike ftohet, thahet, humbet rrënjët. Dhe pa tokëzim, dhuntia mund të ngrihet, por nuk qëndron e qëndrueshme. Çfarë të bësh me të gjitha këto? E para, bëhu i vetëdijshëm. Jo për të gjykuar veten, por për të zgjedhur sërish. E dyta, mbroje energjinë tënde sikur të ishte pasuria jote më e çmuar.
sepse është, mëso të thuash jo pa ndjenjë faji, mëso të largohesh nga vende që të fiksojnë, mëso të ushqehesh me gjëra që të ngritin, mëso të ndjesh kur thjesht po funksionon dhe kur je vërtet vetja, sepse sa herë që zgjedh të vërtetën tënde, dhuntia zgjohet, sa herë që thyn një model e çliron energjinë tënde, sa herë që merr frym thellë, rikthehesh te vetja, dhe pikërisht aty fillon gjithçka. Prandaj nuk ka të bëjë me të bërit dikush tjetër, ka të bëjë me rikthimin te vetja, të heqësh gjithçka që të është imponuar, që të shtrëngon, që të largon nga qenësia jote. Dhuntia jote tashmë ekziston nuk e pse ta kërkosh, por vetëm të largosh gjithçka që e mbulon. Dhe kur ta bësh këtë, bota fillon të ndryshojë. Jo sepse ajo ka ndryshuar, por sepse ti e ndjen ndryshe, sepse energjia jote bëhet busull, trupi yt bëhet tempull dhe prania jote ilaç. Dhe nuk ke më nevojë për aprovime nga jashtë sepse brenda je më në fund në paqe. Kjo histori nuk është për rallë, është një thirrje për të ndaluar së humburi në zhurmë, në pritshmëritë e të tjerëve, në rregulla që nuk ushqejnë shpirtin tënd. Një thirrje për të jetuar nga brenda jashtë, për të kujtuar kush ishe, përpara se bota të thoshte kush duhet të jesh. Sepse kur jeton në përputhje me veten tënde, dhuntia jo vetëm që mbetet por rritet. Ajo bëhet një dritë që nuk plaket, që nuk gënjen dhe që vazhdon të ndriçojë edhe në kohërat më të errëta. Dhe atëherë dhe vetëm atëherë bëhesh ajo që gjithmonë ke qenë autentik, i gjallë dhe me të vërtetë i ri.